Elira ishte një grua 30 vjeçare, e njohur në lagjen e saj për pamjen e saj të hijshme dhe natyrën e saj të pavarur. Jetonte vetme në një apartament të vogël por të ngrohtë, me dritare që shihnin një rrugicë të qetë ku luanin fëmijët dhe ku shokët e fqinjëve shpesh ndalonin për të biseduar një moment. Ajo punonte si arkitekte dhe dita e saj zakonisht fillonte herët me kafe të nxehtë dhe plane për projekte të reja që kërkonin vëmendje të detajuar. Lagjia ku jetonte Elira ishte mbushur me jetë dhe karaktere të ndryshme. Kishte tregtar që shitnin fruta të freskëta, një kafene të vogël ku njerëzit e vjetër shpesh flisnin për ngjarje të kohëve të shkuara, dhe shtëpi me kopshte të mbushura me lule. Por ndër të gjithë fqinjët, një person veçante kishte mbetur gjithmonë misterioze dhe pak frikësuese. Plaka Victoria, një grua që jetonte në shtëpinë më të vjetër të lagjes, me tulla të grisura dhe dritare të mëdha, të errëta, që shpesh dukeshin sikur shikonin gjithçka që ndodhte jashtë. Victoria kishte një reputacion të veçantë. Thuhej se dinte të parashikonte fatin, ndonjëherë duke përdorur fjalë të qarta, ndonjëherë duke përdorur diçka që njerëzit e quanin mallkim ose magji. Fëmijët shpesh rinin kur e shikonin, duke ikur pa u ndalur, ndërsa të rriturit e respektonin por friksoheshin të mos e zemëronin. Një ditë pranvere, Elira po kthehej nga puna, e lodhur pas një dite të gjatë në zyrë. Dielli po perëndonte ngadalë, duke lënë dritë të artë mbi rrugicën e lagjes. Ajo po ecte me hap të shpejtë, duke menduar për projektin e ri që duhej të dorëzohej brenda javës. Papritur, një zë i çuditshëm e ndaloi. "Eja këtu, vajze bukur." Elira ngriti kokën dhe pa plakën Victoria duke qëndruar në prag të shtëpisë së saj. Ajo ishte më vjetër se çdo person tjetër që Elira kishte parë, me flokë të thinjur, të lidhur ngushtë dhe sy që shndrisnin një dritë të çuditshme. Victoria e ftoi me një dorë të dridhur dhe pa dashur Elira ju afrua, e tërhequr nga kurioziteti dhe një ndjenjë lehtë frike. "Çdo vajze bukur si ti ka nevojë për këshilla të vjetra", filloi Victoria me një zë të ngadalë dhe melodi. "Por kujdes, fjalët e mia mund të jenë të ëmbla si mjalt, por gjithashtu mund të jenë të hidhura si hidhërimi i një brezi të humbur." Elira qeshi lehtë, duke mos e marrë seriozisht. "Faleminderit, por nuk kam nevojë për parashikime ose këshilla. Unë di të kujdesem për veten time." Plaka e shikoi me një sy të thellë, sikur po lexonte çdo mendim të saj. "Mos u ngut për të qeshur, vajzë e re. Dita e lumturisë sa të do të vi, por ndonjëherë lumturia shkon në rrugë të çuditshme. Dhe ndonjëherë, për të gjetur atë lumturi, duhet të përballesh me gjëra që si ke menduar kurrë." Elira ndjeu një shtrëngim në stomak, një ndjenjë të pazakontë që e bëri të heshtë. Diçka në zërin dhe sytë e plakës i përzierte frikën me një kuriozitet të çuditshëm. Victoria u afrua pak më shumë dhe tha me një ton më të prerë: "Do ta shohësh lumturinë tënde vetëm me një burr që nuk duket siç e imagjinon. Do të jesh e bekuar, por jo sipas pritshmërive tua." Elira e shikoi me habi. "Çfarë doni të thoni me këtë?" pyeti ajo, pak e ngatëruar. "Mos pyet shumë. Koha do ta tregoj. Por mbaje mend, bukuria e jashtme nuk është gjithçka. Disa gjëra të vogla që duket se janë të parëndësishme mund të ndryshojnë të gjithë jetën tënde." Elira qeshi përsëri, por kjo herë qeshja nuk ishte e sigurt. Ajo ndjeu një ndjesi të çuditshme, sikur dikush kishte prekur diçka në shpirtin e saj, diçka që nuk mund ta shpjegonte. Pa më shumë fjalë, plaka Victoria u kthye dhe hyri në shtëpi, duke lënë pas një heshtje të rëndë dhe një aromë të lehtë të bimëve të thata. Elira vazhdoi rrugën e saj, por fjalët e plakës nuk e lanë. Në mendjen e saj, ajo vazhdonte të pyeste: "Çfarë do të thotë kjo? A është një kërcënim, një këshill apo thjesht çmenduri e plakës?" Por pavarësisht dyshimeve, një ndjenjë e re filloi të lulëzonte brenda saj. Një ndjesje e asaj se diçka e veçantë po vinte në jetë, diçka që nuk mund ta parashikonte. Ditët pas kësaj, Elira filloi të vëzhgonte lagjen me një sy tjetër. Çdo detaj i vogël dukej se kishte kuptim të fshehur, dhe njerëzit që takonte dukej se mbartnin mesazhe të fshehta. Ajo filloi të vlerësonte momentet e vogla të përditshme dhe të ndjente një kuriozitet të ri për jetën. Në këtë mënyrë, historia e mallkimit të plakës dhe ndjenja e çuditshme që po linte brenda Elirës u bë fillimi i një rrugtimi të gjatë, që do ta sillte përpara situatave të papritura, takimeve surprizuese dhe më në fund dashurisë që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Në këtë pjesë kemi krijuar në detaje karakterin e Elirës, plakës Victoria, lagjen, ambientin dhe tensionin e parë të mallkimit. Pas disa ditësh që fjalët e plakës Victoria ishin përzierë në mendjen e Elirës, ajo nuk mund të ndalte së menduari për atë parashikim të çuditshëm. Do ta shohësh lumturinë tënde vetëm me një burr që nuk duket siç e imagjinon.
Çfarë donte të thoshte kjo? Përse kishte ndjerë një dridhje të veçantë në zemër atë ditë pranë plakës. Elira po ecte një mbrëmje në rrugicën kryesore të lagjes, ku po zhvillohej një dasmë e vogël e një shoqëje të ngushtë. Muzika dhe të qeshurat mbushnin ajrin, dhe aromat e ushqimeve të pjekura përziheshin me aromën e freskët të mbrëmjes. Ajo ishte ftuar si mikesh, por nuk kishte shumë dëshirë të shoqërohej. Vetëm dëshironte të shihte pak njerëz dhe të harronte mendimet e saj për mallkimin e plakës. Kur hyri në sallë, syri i saj rambi shumë fytyra të njohura, por një njeri veçoi vëmendjen e saj menjëherë. Ai ishte Arturi, një burr që nuk tërhiqte syra me pamjen e jashtme. I shëndosh, me flokë të pakujdesshëm dhe fytyrë të zakonshme. Nuk kishte asgjë nga tiparet e bukura që zakonisht tërhiqnin njerëzit, por diçka tjetër rreth tij e bëri Elirën të ndjente diçka të veçantë. Ai po bisedonte me disa të ftuar dhe qeshte në mënyrë të natyrshme, me një energji të ngrohtë që tërhiqte njerëzit. Papritmas, ai e vuri re Elirën dhe i buzëqeshi. Nuk ishte një buzëqeshje e zakonshme, por një buzëqeshje që tregonte kënaqësi të sinqertë për praninë e saj. Ajo, e befasuar, ju përgjigj me një buzëqeshje të rezervuar. Unë nuk e kam parë kur këtu, tha ai, duke ju afruar. Unë jam Artur, dhe ti duhet të jesh Elira, apo jo? Elira u ndje tronditur që dikush e njihte aq shpejt. Po, jam Elira, dhe ti nuk të njoh as pak, por po dukesh shumë i lumtur këtu. Arturi qeshi me një tingull të thellë dhe të ngrohtë. Është e vërtet, kjo është një natë e veçantë, por më duket se diçka më e veçantë ndodhi kur të pash ty. Elira ndjeu një çlodhje të papritur në brendësitë të saj. Nuk e dinte pse, por ndjenja e mallkimit të plakës dukej të zhdukej për një moment, duke u zëvendësuar nga një kuriozitet i çuditshëm. Ata filluan të flisnin për shakat e lehta dhe për histori të zakonshme nga jeta e përditshme. Arturi kishte një aftësi të veçantë për të bërë çdo bisedë të duket e natyrshme, dhe Elira ndjeu një përzierje të lumturisë dhe befasisë. Çdo fjalë e tij dukej të kishte një ngrohtësi që nuk kishte ndjerë prej kohësh. Ndërkohë që nata vazhdonte, Elira filloi të vëzhgonte sjelljen e tij me kujdes. Ai nuk kishte asnjë pretendim për të tërhequr vëmendje me pamjen e tij, por kishte një siguri të brendshme dhe ndjenja të sinqerta që tërhiqnin njerëzit rreth tij. Ishte një kontrast i fortë me njerëzit që zakonisht e impresiononin me dukjen e jashtme. Në një moment, Arturi i tha: "Dua të jemi sinqert me ty. Nuk kam shumë gjëra për të ofruar në pamje, por gjithçka që kam është e sinqertë. Ndoshta kjo është e mjaftueshme për të filluar diçka të bukur." Elira ndjeu një dridhje të lehtë. Ajo nuk e dinte pse po ndjente këtë afërsi me një burr që nuk përputhej me standardet e zakonshme të bukurisë, por diçka në mënyrën se si ai e shikonte, si e trajtonte me kujdes dhe respekt, po i ndryshonte perceptimet. Pas disa minutash, ata u ulën në një tavolinë më të qetë dhe vazhduan të bisedonin. Biseda kaloi nga tema të thjeshta si muzika dhe ushqimi, në tema më personale si ëndrat, frikërat dhe momentet e rëndësishme të jetës. Elira zbuloi se Arturi kishte një ndjenjë të thellë për familjen, për miqt dhe për ndihmën ndaj të tjerëve. Ishte një njeri i përulur, por me një karakter të fuqishëm dhe të dashur. Në fund të mbrëmjes, kur të gjithë po largoheshin, Arturi e shikoi Elirën dhe i tha: "Do të doja ta takoja përsëri, pa dasmë, pa zhurmë. Vetëm ne të dy, duke biseduar dhe duke njohur njëri tjetrin më mirë." Elira, e befasuar nga sinqeriteti i tij, pranoi me një buzëqeshje të heshtur. Ajo nuk e kuptonte plotësisht pse ndjenja e saj po ndryshonte, por një gjë ishte e qartë. Ajo po ndihej e tërhequr nga një njeri që nuk përputhej me pritshmëritë e saj të mëparshme. Kur u largua nga dasma, mendimet e plakës Viktoria u rikthyen në kokën e saj. Apo kjo është ajo që plakja ka parashikuar, mendoi Elira. Ndoshta po, ndoshta lumturia ime do të vijë në mënyrën më të çuditshme të mundshme. Natë, ndërsa flinte, ajo ndërroi një pamje të bukur. Ajo dhe Arturi duke qeshur në një qiell të mbushur me yje, të dy të lumtur dhe të qetë. Mallkimi i plakës që dikur e kishte friksuar, tani dukej më shumë si një paralajmërim i vogël për diçka të veçantë që po ndodhte në jetë. Ditët pas dasmës ku takoi Arturin, Elira ndjeu një ndryshim të brendshëm që nuk mund ta shpjegonte. Ajo nuk mund të ndalte së menduari për buzëqeshjen e tij, për sinqeritetin e tij dhe për mënyrën e thjeshtë, por të ngrohtë se si e shikonte atë. Në të njëjtën kohë, fjalët e plakës Viktoria vazhdonin të ngjallnin dyshime. Do ta shohësh lumturinë tënde vetëm me një burr që nuk duket siç e imagjinon. Elira përpiqej të kuptonte se çfarë donte të thoshte kjo.
A ishte një paralajmërim, një këshill e mençur, apo thjesht çmenduria e një plake të vjetër? Megjithatë, një ndjenjë fort po lulëzonte brenda saj. Ajo ndihej e tërhequr nga Arturi, edhe pse nuk kishte asgjë të jashtme të jashtëzakonshme që të tërhiqte zakonisht. Në punë, Elira filloi të ishte më e shpërqendruar. Planet e saj arkitekturore ishin ende të mrekullueshme, por mendja e saj shpesh endej te Arturi. Sa herë që e kujtonte buzëqeshjen e tij të ngrohtë ose mënyrën se si e bënte të qeshte, zemra e ritej paksa. Një ditë, ndërsa pinte kafe në zyrë, një kolege e afruar e pyeti: "Elira, po ndihesh ndryshe kohët e fundit? Duket sikur je e humbur në mendime." Elira u qesh dhe u përpoq të maskonte ndjenjat e saj. "Ah, thjesht jam e zënë me projekte. Kështu ndodh çdo herë." Por brenda saj, ajo e dinte që nuk ishte vetëm puna. Ishte diçka më e madhe, diçka që po fillonte të ndryshonte perceptimin e saj për dashurinë dhe për njerëzit rreth saj. Ndërkohë, Arturi vazhdonte të tregonte kujdes në mënyrat më të thjeshta. Ai e thërriste në telefon për të pyetur si po kalonte ditën. Dërgonte mesazhe të lehta që e bënin të qeshte dhe shpesh ndalej para shtëpisë së saj thjesht për të ndarë një moment të vogël. Elira ndjeu se ishte diçka e re për të, një ndjesje ngrohtë që nuk kishte ndjer prej kohësh. Por lagjia, gjithmonë e zhurmshme me fjalë dhe dyshime, filloi të vëzhgonte lidhjen e tyre. Ndonjëherë, kur Elira kalonte pranë dyqanit të plakës Victoria, dikush i thoshte: "Po shikon atë Arturin, nuk duket as pak si për ty." Elira ndjeu një përzierje ndjenjash, një farë mlefi ndaj paragjykimeve dhe një farë krenarie për ndjenjat që po lindnin brenda saj. Ajo filloi të kuptonte se lumturia nuk ishte diçka që mund të matet me pamjen e jashtme ose opinionin e të tjerëve. Një pasdite, Arturi e ftoi Elirën të bënte një shëtitje në parkun e vogël të lagjes. Ata ecën ngadalë, duke folur për gjëra të thjeshta dhe duke ndarë histori nga fëmijëria e tyre. Ai tregoi se si kishte humbur disa mundësi në jetë, por gjithmonë kishte mësuar të jeti sinqert dhe i kujdesshëm me njerëzit që e rrethojnë. Elira e shikonte me kujdes dhe ndjeu një afërsi që nuk e kishte menduar kurrë. Ndonjëherë, një njeri që duket i zakonshëm mund të ketë zemrën më të bukur, mendoi ajo, duke buzëqeshur lehtë. Por dilema vazhdonte. A ishte kjo ndjenja e vërtet apo ndikimi i mallkimit të plakës? A mund të besonte se lumturia e saj po vinte në një formë të papritur dhe të pazakontë? Një pasdite tjetër, ndërsa ecnin pranë lumit të vogël të lagjes, Elira ndjeu nevojën të fliste hapur. "Artur, duhet të pyes diçka. Nuk e di pse ndihem kështu, por ndonjëherë kam frikë se ndjenja ime po ndryshohet nga diçka e jashtme, jo nga unë vetë." Arturi e shikoi me kujdes dhe mbajti duart e saj në mënyrë të ngrohtë. "Unë nuk dua të bëj të ndihesh e detyruar të ndihesh diçka që nuk vjen nga zemra jote. Por diçka që ndjej unë është e sinqertë. Dhe çdo gjë që po ndodh midis nesh, po ndodh për shkak të nesh, jo për shkak të dikujt tjetër." Fjalët e tij e ngrohën Elirën. Ajo filloi të kuptoj se ndjenjat e vërteta nuk varen nga mallkimet ose paragjykimet e të tjerëve, por nga zgjedhja e zemrës. Një ndjenjë qetësie u përhap brenda saj, dhe për herë të parë që nga takimi me plakën Victoria, ajo ndjeu një liri të vërtet për të ndjekur zemrën e saj. Në javët që pasuan, Elira dhe Arturi filluan të kalonin më shumë kohë së bashku. Ata ndanin darka të thjeshta, biseda të thella dhe momente të qeshura që nuk i kishte menduar kurrë. Lagjia vazhdonte të fliste, por ajo nuk e lejonte më të ndikonte në ndjenjat e saj. Çdo fjalë, çdo tallje apo paragjykim, u shndërrua në një sfidë që e bënte të ndjente edhe më shumë se kishte zgjedhur rrugën e duhur. Në fund të pjesës 3, Elira kishte filluar të kuptonte një gjë të rëndësishme. Lumturia nuk vjen gjithmonë në formën që e imagjinon. Ndonjëherë, ajo vjen në mënyra të papritura dhe përmes njerëzve që të bëjnë të ndihesh e plot, pavarësisht nga pamja e tyre ose mendimi i të tjerëve. Ajo po mësonte se dashuria nuk është diçka që mund të matet me sytë e të tjerëve, por vetëm me zemrën tënde. Në këtë pjesë kemi zhvilluar ndjenjat dhe dilemat e brendshme të Elirës, lidhjen e ngrohtë me Arturin dhe reagimet e lagjes. Pas disa javësh që takoheshin dhe kalonin kohë së bashku, Elira filloi të ndjente një ndryshim të madh brenda vetes. Çdo ditë pranë Arturit i sillte një ndjenjë ngrohtësie dhe sigurie që nuk e kishte provuar më parë. Nuk ishte vetëm tërheqja fizike, por një lidhje e thellë emocionale që po lulëzonte me kohën. Një pasdite të veçantë, Arturi e ftoi Elirën për një shëtitje në malin e vogël pranë lagjes. Dielli po perëndonte dhe qielli kishte ngjyra të ngrohta portokalli dhe roz.
Ajri i freskët përplot aromat e luleve të pranverës dhe tingujt e zogjive krijonin një atmosferë romantike. E di, tha Arturi duke shikuar Elirën. Këto janë ato momente që të bëjnë të ndjesh se jeta ka diçka të veçantë për të ofruar. Dhe unë dua t'i ndaj me ty. Elira ndjeu një dridhje të lehtë. Nuk e dinte pse fjalët e tij e prekën kaq thellë. Është bukur dhe të ndjej vërtet një qetësi këtu, pranë teje, tha ajo duke buzëqeshur. Ata ecën ngadalë, duke biseduar për ëndrat e tyre, frikërat dhe gjërat që i bënin të ndihen të gjallë. Arturi tregoi histori të fëmijërisë së tij, kujtime të thjeshta por të ngrohta, ndërsa Elira zbuloi pasionin e saj për arkitekturën dhe mënyrën se si çdo projekt i saj përfaqësonte diçka më të madhe se vetëm një ndërtesë. Në një moment, Arturi ndaloi dhe e mori dorën e saj. Elira, tha ai me një zë të qetë, unë nuk dua të shpejtoj, por diçka brenda meje më thot se ti je e veçantë. Nuk është pamja, nuk është bukuria si përfaqësore. Është gjithçka që je dhe gjithçka që ndjej për ty. Elira ndjeu një ngrohtësi që përshkoi trupin e saj. Ishte një ndjenjë e qetë dhe e fuqishme njëkohësisht. Ajo ndjeu se mallkimi i plakës Victoria, që dikur e kishte shqetësuar, nuk kishte më asnjë fuqi mbi ndjenjat e saj. Dashuria që po ndodhte ishte reale, e ndërtuar nga momentet, nga buzëqeshjet dhe nga përkujdesja e Arturit. Ata ulën pranë një liçeni të vogël, ku pasqyra e ujit reflektonte ngjyrat e qiellit. Elira ndjeu nevojën të jetë e sinqertë dhe të ndajë ndjenjat e saj. Artur, nuk e di pse ndjej kaq shumë për ty, por ndihem e lumtur në një mënyrë që nuk kam ndjer kurrë më parë. Nuk është e zakonshme për mua. Arturi e shikoi me kujdes dhe i tha: lumturia nuk është gjithmonë e zakonshme, Elira. Ndonjëherë ajo vjen në formën më të papritur. Dhe ndonjëherë, gjërat që duket se nuk përputhen me pritshmëritë tona, janë pikërisht ato që na bëjnë të ndjejmë më shumë. Elira buzëqeshi dhe ndjeu zemrën të rrihte më shpejt. Ai e kuptoi pa nevojën për shumë fjalë. Një moment i qetë, i bukur dhe i thjeshtë, ku dy zemra lidhen pa komplikuar gjërat me pritshmëri të jashtme. Ditët pas kësaj shëtitjeje u mbushën me takime të vogla, darka të thjeshta, biseda të gjata dhe qeshje të pafund. Ata zbuluan se kishin shumë gjëra të përbashkëta, por edhe mësuan të vlerësojnë dallimet e njëri tjetrit. Arturi kishte një sens humori që shpesh e bënte Elirën të qeshte derisa të merrte frymë, ndërsa Elira i tregonte ide dhe ëndra që zgjonin imagjinatën e tij. Një mbrëmje, kur ulën pranë një kafeneje të vogël të lagjes, Arturi i tha: "E di se shumë njerëz mund të mos kuptojnë këtë, por unë ndihem me fat që të kam gjetur. Nuk është vetëm ndjesia e dashurisë, por mënyra se si të dy mund të jemi vetvetja dhe të ndjehemi të kuptuar." Elira ndjeu një emocion të thellë. Ai e kishte bërë të kuptonte një gjë të rëndësishme. Lumturia nuk vjen nga ajo që të tjerët presin, por nga ajo që ndjen vetë zemra. Ai kishte shndërruar çdo mallkim të mundshëm të plakës në një ndjenjë sigurie dhe dashurie të sinqertë. Në javët që pasuan, lidhja e tyre u forcuar më shumë. Ata filluan të bëjnë plane të vogla së bashku. Shëtitje në malin e largët, vizita në qytete të tjera, ndarje të pasioneve të përbashkëta dhe momente qetësie ku vetëm shikimi i njëri tjetrit mjaftonte për të ndjer afërsi. Një ditë, ndërsa ecnin përsëri pranë liçenit të vogël, Elira ndjeu se ishte koha të fliste për atë që ndjente më thellë. Artur, nuk e di si ka ndodhur, por ndjej se po të dua më shumë çdo ditë. Nuk është e zakonshme për mua, por është e vërtetë. Arturi e shikoi me sy të mbushur emocione. Ai e mori dorën dhe tha: "Edhe unë të dua, Elira. Nuk është pamja, nuk është pritshmëria e të tjerëve, është zemra jote, shpirtin tënd dhe mënyra se si më bën të ndihem i gjallë çdo ditë." Në atë moment, Elira kuptoi se mallkimi i plakës Victoria kishte humbur fuqinë. Dashuria që po linte ishte reale, e sinqertë dhe e bukur. Ata ndjen një lidhje që mund të përballonte çdo paragjykim, çdo koment apo sfidë të vogël që mund të vinte nga jashtë. Kjo ishte faza ku shkëndijat e dashurisë u bën flak. Çdo buzëqeshje, çdo prekje e vogël dhe çdo moment i përbashkët i kujtonte Elirës se lumturia mund të vijë në mënyra të papritura, dhe se dashuria e vërtet nuk matet me pamjen apo pritshmëritë e të tjerëve, por me thellësinë e ndjenjave dhe zemrës. Në këtë pjesë kemi zhvilluar momentet romantike dhe emocionet e forta midis Elirës dhe Arturit, duke forcuar lidhjen e tyre dhe duke treguar se mallkimi i plakës nuk ka asnjë fuqi mbi dashurinë e tyre. Ditët pas shëtitjeve romantike dhe bisedave të gjata me Arturin, Elira filloi të ndjente se lidhja e tyre po rritej me shpejtësi, por ndonse zemra e saj ishte e qetë. Mendja e saj vazhdonte të kujtonte fjalët e plakës Victoria. "Do ta shohësh lumturinë tënde vetëm me një burr që nuk duket siç e imagjinon."
Një ditë, ndërsa ecnin së bashku drejt kafenesë së zakonshme, Elira pa plaken Viktoria duke qëndruar në pragun e derës së saj, duke e parë me sy të thellë. Një ndjenjë e çuditshme përshkroi trupin e saj, një kombinim frike dhe kurioziteti. E di që ke kaluar shumë kohë me këtë djalë, tha Viktoria me zërin e saj të dridhur, por të prerë. Por mos harro fjalët e mia. Lumturia nuk vjen gjithmonë në mënyrën që mendon. Elira, e qetë dhe e sigurt, i ktheu shikimin me vendosmëri. Zoti Viktoria, unë e kuptoj atë që keni thënë, por ndjenja ime është e vërtetë. Nuk ka asgjë që mund të ndryshojë atë. Viktoria e shikoi për një moment, sikur të po analizonte secilin element të shpirtit të saj. Pastaj pa një fjalë tjetër, u kthye në shtëpi, duke lënë Elirën me një ndjenjë fuqie të re. Elira e kuptoi se fuqia e mallkimit nuk ishte në fjalët, por në mënyrën se si ajo veti lejonte ato të ndikojnë mbi zemrën dhe mendjen e saj. Ajo kishte zgjedhur dashurinë mbi frikën, dhe kjo ishte një fitore e madhe për shpirtin e saj. Por sfidat nuk ishin vetëm me plaken. Lagjia, si gjithmonë, kishte vëmendjen e saj për çdo gjë që ndodhte. Një pasdite, ndërsa shëtisnin pranë tregut, disa fqinj filluan të qeshin dhe të shajnë Arturin. Shiko atë, po shkon me të, dhe ti e Elira. Nuk duket as pak për ty. Elira ndjeu një shqetësim të lehtë, por Arturi e mbajti dorën e saj dhe i tha me një buzëqeshje. Le të flasin. Çfarë ka rëndësi? Ne e dim të vërtetën. Fjalët e tij e ngrohën Elirën. Ajo kuptoi se lumturia e saj nuk varen nga opinionet e të tjerëve, por nga zgjedhja e saj për të dashur dhe për të ndjerë plot pranë dikujt që e bënte të lumtur. Në ditët që pasuan, Elira dhe Arturi filluan të planifikojnë aktivitete të vogla së bashku që nuk vinin nga pritshmëritë e të tjerëve, por nga dëshira e tyre për të kaluar kohë të bukur. Ata vizituan ekspozita arti, ecën në malin e largët dhe darkuan në restorante të vogla dhe të qeta. Çdo moment i përbashkët forconte lidhjen e tyre dhe e bënte Elirën të kuptonte se lumturia e vërtetë është një zgjedhje që lind nga zemra, jo nga opinionet ose paragjykimet e jashtme. Një ditë Arturi i tha: Elira, diçka që dua të dish është se nuk kam frikë nga asgjë kur jam me ty. Nuk ka paragjykim, mallkim apo mendim që mund të ndryshojë atë që ndjej për ty. Elira u ndje e prekur. Ajo kuptoi se ky ishte momenti kur çdo dyshim dhe frikë që kishte pasur nga fjalët e plakës dhe komentet e lagjes u shua. Ata ishin të dy të vendosur të ndërtonin një dashuri të sinqertë dhe të fuqishme, duke mos i lejuar sfidat e jashtme të ndikojnë mbi lumturinë e tyre. Një mbrëmje, ndërsa shikonin yjet nga balkoni i apartamentit të Elirës, ajo i tha Arturit: E di, ndonjëherë kam menduar për mallkimin e plakës Viktoria, por tani e kuptoj se asgjë nuk ka fuqi mbi ne, përveç asaj që lejojmë vetë. Arturi e mbajti dorën dhe buzëqeshi. Lumturia jonë është e pakapshme për të tjerët, Elira. Ata mund të flasin, të paragjykojnë apo të mallkojnë, por asgjë nuk mund të ndërhyjë në atë që kemi ne. Elira ndjeu një qetësi të papërshkrueshme. Mallkimi, komentet e lagjes dhe paragjykimet ishin thjesht sfond për një dashuri që po lulëzonte dhe po forcohej çdo ditë. Ata kuptuan se lumturia nuk vjen nga pamja ose pritshmëritë, por nga zgjedhja e zemrës dhe besimi tek ndjenja e përbashkët. Në këtë mënyrë, pjesa 5 përfundon me forcimin e lidhjes së çiftit, ku ata përballen me sfidat dhe mallkimin, por dalin më të fortë dhe më të lumtur se kurrë. Lidhja e tyre është një zgjedhje e vetëdijshme dhe e sinqertë, duke i treguar Elirës dhe Arturit se dashuria e vërtetë mund të kapërcejë çdo paragjykim. Pas muajsh lumturie dhe ndjenja që forcoheshin çdo ditë, Elira dhe Arturi vendosën të merrnin një hap të madh. Të martoheshin. Lajmi u përhap shpejt në lagje, dhe disa fqinj fillimisht u shfaqën skeptik, duke menduar se një burr i zakonshëm nuk mund të bëjë një grua si Elira të lumtur. Por çiftit nuk i interesonte më mendimi i të tjerëve. Elira filloi përgatitjet për dasmën. Ajo donte që gjithçka të ishte e thjeshtë, intime dhe e mbushur me dashuri. Asgjë nga luksi dhe madhështia nuk kishte rëndësi për të. Ajo dëshironte vetëm të ndante momentet e saj me Arturin dhe njerëzit që i donin. Arturi nga ana tjetër tregoi kujdes dhe përkushtim të veçantë në çdo detaj. Ai përgatiti një dhuratë të vogël dhe simbolike për Elirën, një gest që tregonte dashurinë e tij të sinqertë dhe përkushtimin e tij të pakushtëzuar. Në ditën e dasmës, qielli ishte i kthjellët dhe dielli i ngrohtë. Lagjia, që dikur ishte skeptike, filloi të shikonte çiftin me admirim. Fëmijët e lagjes flinin dhe qeshnin, duke krijuar një atmosferë të gjallë dhe të ngrohtë. Elira, e veshur me një fustan të thjeshtë por elegant, duke e bukur dhe e qetë.
Kur hyri në sallë, syri i saj u ndal mbi Arturin, që po e priste me buzëqeshje të sinqertë. Çdo dyshim, çdo mallkim dhe çdo paragjykim që kishte ndjerë dikur, ishte zhdukur. Ajo ndjeu një qetësi dhe një lumturi që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Kur shkëmbyen betimet, secili fjalë e tyre ishte ngarkuar me emocione të thella dhe të sinqerta. Elira dhe Arturi nuk po premtonin vetëm dashuri, po premtonin të jenë mbështetje, të ndajnë çdo moment dhe të përballojnë çdo sfidë së bashku. Pas ceremonisë, festa u mbush me buzëqeshje, qeshje dhe muzikë. Të gjithë të ftuarit, edhe ata që fillimisht dyshonin, u bën dëshmitar të një lumturie të vërtetë. Çdo moment tregonte se dashuria e sinqertë mund të triumfojë mbi paragjykime, pamje të jashtme dhe mallkime. Në një moment të veçantë, Elira pa plakën Viktoria duke e shikuar nga dritarja e shtëpisë së saj. Plaka buzëqeshi lehtë dhe bëri një gjest të vogël me dorën, sikur të thoshte: "E dija që do ndodhte kështu." Ajo kuptoi se edhe mallkimi i saj në një farë mënyre kishte shërbyer për të kujtuar Elirën për fuqinë e zgjedhjes dhe dashurisë së vërtetë. Pas festës, Elira dhe Arturi u ulën në një qoshe të qetë dhe i shikuan yjet. Ajo mbajti dorën e tij dhe i tha: "E di, çdo gjë që ka ndodhur deri tani më ka mësuar diçka të rëndësishme. Lumturia nuk vjen gjithmonë sipas pritshmërive të tua, por kur e ndjen në zemër, nuk ka asnjë dyshim." Arturi e mbajti fort dhe i tha: "Dashuria jon nuk ka nevojë për leje ose miratim nga të tjerët. Ajo është e jona dhe do të rritet çdo ditë, pa paragjykime, pa mallkime, vetëm me zemrat tona." Elira buzëqeshi dhe ndjeu një paqe të papërshkrueshme. Mallkimi i plakës Viktoria, skeptikët e lagjes dhe çdo pengesë tjetër ishin thjesht pjesë e rrugës që i kishte çuar deri këtu. Tani, ata ishin të dy të lirë të jetonin lumturinë e tyre, duke krijuar një jetë të përbashkët të mbushur me dashuri, respekt dhe gëzim të sinqertë. Në atë moment, kur dielli po perëndonte dhe yjet po shfaqeshin mbi ta, Elira dhe Arturi kuptuan se lumturia nuk vjen gjithmonë sipas pritshmërive të tjerëve. Ajo vjen kur zgjedh të besosh tek ndjenja e zemrës, kur ndan çdo moment me dikë që të bën të ndihesh i plot dhe kur dashuria triumfon mbi çdo sfidë. Fundi i bukur. Elira dhe Arturi filluan një jetë të re së bashku, duke treguar se dashuria e vërtetë është më e fuqishme se çdo mallkim, paragjykim ose dyshim. Çdo ditë e tyre ishte një dëshmi se lumturia e vërtetë vjen nga zemra, jo nga pritshmëritë e të tjerëve. Ata jetuan të lumtur, duke u mbështetur tek njëri tjetri dhe duke përjetuar çdo moment me gëzim dhe dashuri të pakushtëzuar.